siç ju kemi njoftuar edhe më herët përmes zyrës së informimit, neve sot kur po flasim kemi afër 800 vende të lira, por në raste të jashtëzakonshme mund të krijohen hapësira edhe me tutje. Domthonë nuk ka asnjëherë probleme sa i përket vendeve të lira në burgje. Neve kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm me policinë dhe prokurorinë e shtetit, por në raste të tilla neve po flasim për ndalim policor, kur ata nuk kanë një akvendim përcaktim të paraburgimit dhe në këto raste menaxhimi apo mbajtja e këtyre personave i takon policisë së Kosovës. Ne vetëm i krijojmë hapësirat e lira, objekte që shfrytëzohen nga policia dhe shërbimi korrektues i Kosovës në këtë rast nuk ka asnjë lloj kompetence apo asnjë lloj obligimi ndaj kësaj kategorie, por neve asistojmë policinë bazë të kërkesave për të krijuar hapësira të lira. Në momentin kur caktohet masa e paraburgimit, ata shpërndahen në të gjitha institucionet apo qendrat e paraburgimit, varësisht se ku edhe koordinohemi me policinë e Kosovës. Jo, në asnjë rrethana, në thash është detyrë e policisë, nëse flasim për 48 orë, por neve nuk kemi pranuar asnjë ankesë, sepse edhe në kushte normale nuk ishte dashur as nuk duhet të pranojmë, sepse adresa është policia e Kosovës, por nuk kemi asnjë lloj informate që ka pasur keq trajtime apo trajtim jo të duhur. Natyrisht po flasim për hapësira të cilat janë të dedikuara vetëm për policinë e Kosovës dhe shërbimi korrektues i Kosovës nuk ka qasje në këto hapësira. Kushtet janë të mira dhe nuk ka asnjë problem sipas standardeve dhe konventave ndërkombëtare. Kështu që në rast se flasim për çështjen e ndalimit të policor, kompetenca është policia e Kosovës. Po sa i përket çështjes së paraburgimit, neve jemi shembull jo vetëm për rajonin, por edhe për shumë shtetet e Evropës.